Përshëndetje të dashur miq dhe mikesha, ja kur I takuam përsëri për një mësim të ri të gjuhës italiane. Sot do të marrim një dialog, me që kemi parë herën e kaluar një gramatik, sot do të marrim një dialog për sa I përket due amiche a passeggio, dy shoqe në shëtitje. Dialogji t'i jap edhe për efektin, pra për që të mësoni fjalë të reja, sepse siç e dini unë për këtë dialogun dhe të mësoni edhe fjalë të reja. Pra të ndaloni videon, të mbani shënim dhe të merrni fjalë të reja që nuk dini. Gjithashtu edhe në mënyrën se si të shprehemi, si të bëjmë pyetje dhe si të kthejmë përgjigje. Në qoftë se je I ri dhe e re dhe shikon për herë të parë videot e mia, po të shpjegoj se ky është një kanal për sa I përket gjuhës italiane gratis. Kemi filluar që nga alfabeti dhe deri ku jemi tani. Të ftoj të shikosh që nga fillimi I videot që mos kesh bosh llokër në mësimin e gjuhës italiane. Në rregull, le të vazhdojmë me dialogun ton. Pra, due amiche a passeggio, dy shoqe në shëtitje. Renata dhe Carla janë shoqet. Renata: era da tanto tempo che non faceva una passeggiatina insieme in città. Pra, kishte kaluar shumë kohë që nuk bënin një shëtitje së bashku në qytet. Tu sei sempre impegnata, ti gjithmonë je zënë me punë. Carla: certo, gli esami all'università mi tengono sempre in uno stato di agitazione. Sigurisht, provimet që kam në universitet më mbajnë gjithmonë në një gjendje agitazione, një gjendje të shqetësuar, che dura parecchi mesi, dhe kjo zgjat për shumë muaj. Ma se tu sapessi quanto ti invidio certe volte, po sikur ta di se sa zili të kam disa herë. Stare un po con te per me è sempre una grande gioia. Të qëndroj me ty për pak është gjithmonë një kënaqësi e madhe për mua. Renata: guarda che bel modello di abito da sera. Shiko se ç'modeli bukur ai fustani mbrëmjes. Questo è un negozio che espone sempre delle cose meravigliose. Ky është një dyqan që nxjerr gjithmonë në pa gjëra të mrekullueshme. La settimana scorsa c'erano dei cappoti e delle pellicce. Javën e kaluar këtu kishte disa palto dhe disa pellice, që ç'të them. Ha salutato te quel giovane? Ai djalosh ty të përshëndeti? Carla: quale giovanotto? Cili djalosh? Non l'ho neanche visto, as që nuk e pash fare. Renata: quello che è passato adesso, ai që kaloi tani. Mi è sembrato che ti facesse un inchino. Mu duk sikur tu përkul, pra kur pulesh që për ta përshëndetur. Ma tu sei sempre distratta, po ti gjithmonë je hutuar. Carlo: stavo pensando che prima di rientrare a casa devo fare delle compere. Po nga që nuk e vura re, nga që po mendoja se përpara se të futem të shkoj në shtëpi duhet të blej ca gjëra. Devo acquistare anche un oggettino da regalo per mio padre, che domani festeggia il suo compleanno. Duhet të blej edhe një diçka të vogël për babain tim që nesër feston ditëlindjen. Ma ancora non ho nessuna idea, por ende nuk kam ndonjë ide. Suggeriscimi tu qualcosa. Më suggerò ti diçka, pra suggeriscimi. Më suggerò ti diçka. Renata: per un uomo è facile, basta prendere una cravatta. Për një burro është e lehtë, mjafton të blesh një collare, një gravatë. Carla: per carità, manto lutem. Mio padre ha gusti molto personali in materia di cravatte. Baba im ka gusto të veçanta për sa I përket lëndës, pra gjërave që përkasin për kravatën për shembull. E mia madre si ostina sempre a legarlargliele. Dhe mamaja ime gjithmonë do që ti dhuroj këto kravatat, regalargliele, ti dhuroj ajo. Non ha capito ancora che è meglio che se le compri lui. Akoma se ka kuptuar që është më mirë ti blej vet ai, domethënë, sepse nuk ka pëlqen kur ja blen gruas të tjerë dhe do t'i blej vet. Renata: allora se non vuoi spendere molto, un bel portachiavi. Atëherë, nëse nuk do të shpenzosh shumë, bli një palë mbajtëse Celsas. Carla: sempre portachiavi, gjithmonë vetëm mbajtëse Celsas. Ma quante chiavi dovrebbe avere mio padre? Po sa Celsa ka dhe babai? Në rregull, ky ishte dialogu. Nëse keni ndonjë gjë të paqartë, leni të komentet. Dhe është mirë që me fjalë të reja që keni marrë të bëni fjali, me folje si gjithmonë t'i zgjedhoni. Tani kemi marrë shumë folje në të tashme, në kondicionale, dhe është mirë që t'i zgjedhoni të gjitha, që kështu kur të bëni dialogje dhe të flisni, mos ju ngelet goja. Në rregull, në qoftë se ju pëlqeu video, jepini një like dhe rishikohemi në videot e tjera.